Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në mësimin e radhës. Në këtë mësim do të ndalemi tek mësimi 23 i nivelit A1 të gjuhës angleze. Ndër të tjera do të shohim këto aspekte: përdorimin e kohës së kaluar të thjeshtë, simple past, do shkojmë se si përdorim foljen be, pra foljen jam në kohën e kaluar të thjeshtë. Pam se në të tashmen e përdorim kryesisht tre format e saj, is dhe are. Tani do të shikojmë se çfarë formash merr në të kaluarën. Do të shohim pak edhe disa parafjalë, konkretisht përdorimin e in, at, on, dhe do të shohim disa fjalë të cilat i përdorim për places, për vendet. Okay? Le të fillojmë me aspektin e parë, gramatikën. Simple past. Kujtojmë edhe një herë. Tham që folja be në kohën e tashme merrte tre forma, is dhe are, në varësi të personit ku po e përdorim. Në të kaluarën, folja be ka vetëm dy forma. Për dhe is ka formën was, was, dhe për are ka formën were, were. Okay? Prandaj edhe këtu themi simple past, be është base form, është rënja e foljes, dhe në të kaluarën thjesht merr këto dy forma. Okay? Si shtot edhe aspekti i parë. Meqense po flasim për të kaluarën, ku do ta përdorim? Use was, were to talk about the past. Pra, do t'i përdorim për të folur për të kaluarën. Okay? Si në shqip, un jam, un isha. Okay? Present to past, pra nga e tashme në të kaluarën, thamë edhe njerë që dhe is do të kthehen në was, pra I am, I was, he is, he was. Dhe are do kthehet në were. Okay? Për shembull, themi he is at home today, ai është në shtëpi sot. Si do ta bëj në të kaluarën? He was at home yesterday. Ai ishte në shtëpi dje. Mënyra se si e përdorim foljen be është njësoj si në kohën e tashme. E vetmja gjë që ndryshon është fjala. Okay? Forma negative do të ndërtohet duke i vendosur not, was not ose e shkurtuar wasn't, were not e shkurtuar weren't. Okay? Gjithashtu, ashtu si në kohën e tashme e përdorim foljen jam me shprehje kohore, për shembull tani, sot, okay? E njëjta gjë mund të përdorim edhe me shprehjet e së kaluarës. You can use, si thot edhe pika e radhës, you can use the simple past with these time expressions. Pra mund të përdorim të kaluarën e thjeshtë me këto shprehje të kohës. Për shembull, this morning, këtë mëngjes, yesterday, dje, last night, mbrëm, fjalë për fjalë natën e kaluar, natën e fundit, last week, javën e kaluar, last month, muajin e kaluar, ose last year, vitin e kaluar. Kuptohet, edhe me shprehje të tjera, kam marrë disa sa për të krijuar një ide. Për shembull, she wasn't at school kur last week. Ajo nuk ishte në shkollë javën e kaluar. Tani, përmendi specifikisht edhe përdorimin e shprehjeve, sepse një nga tiparet dalluese të kohës së kaluar të thjeshtë, ose ndryshe simple past, jo vetëm kur flasim për përdorimin e foljes jam, por edhe për foljeve të tjera, një nga tiparet dalluese është se zakonisht ne do ta përmendim kohën ose koha specifike do të nënkuptohet. Do të thënë mund ta kemi përmendur pak më përpara në bisedë. Atëherë shikojmë edhe një herë. Forma pozitive pohore do të ndërtohet tham njësoj si në të tashmen. Do të kemi subjektin, i cili mund të jetë një përemër, dhe pastaj do të kemi foljen be. I was a teacher. Un isha mësues. You were at work last night. Ti ishe në punë mbrëm. She was at school yesterday. Ajo ishte në shkollë dje. It was cold last week. Ishte ftohtë javën e kaluar. We were at the gym. Ne ishim në palestër. You were late. Ju ishit vonë. They were in London. Ata ishin në Londër. Forma negative, si shpam edhe në të majt, mjefton që mbas foljes be të vendosim fjalën not, të pashkurtuar ose jo, edhe njerëz zgjedhim ne se si do përdorim pak rëndësi ka. I wasn't a teacher. You weren't at work last night. Nuk po i përkthej këto, keni parasysh që kanë të njëjtin kuptim si fjalit më lart, thjesht është forma negative. Pra, unë nuk isha një mësues.
E treta, he wasn't at school yesterday. It wasn't cold last week. We weren't at the gym. You weren't late. They weren't in London. Pra ata nuk ishin në Londër. Ok? Vazhdojmë më tej. Nëse keni paqartësi gjithmonë, mund t'i ndalni video, t'i ridëgjoni dhe mund të lini edhe komente pastaj me pyetjet nëse keni diçka të paqartë. Atëherë, pyetjet si formulohen edhe një herë. Çfarë bëni në të tashmen me foljen B? Do ta nxjerrim përpara subjektit, nuk kishte nevojë të shtonim diçka tjetër. Ok? Edhe këtu është e njëjta gjë. Were you late? A ishe ti vonë? Yes, I was. No, I wasn't. Vini res edhe në përgjigjet e shkurtër, përdoret e njëjta formë që përdoret në pyetje. Was she a waitress? A ishte ajo një kamariere? Yes, she was. No, she wasn't. Where were you yesterday? Ok, tani ndalemi 2 sekonda. Këtu kemi dy fjalë të cilat ngjajnë në mënyrën se si thuhen. Për të bërë dallimin, where, për të pyetur vendodhjen, pra ku, do ta themi me e, where. Ok, kurse W-E-R-E, që është e kaluara e R, do ta themi me were. Pra, where were you yesterday? Ku ishe ti, ose ku ishit ju dje? Ok, në përgjigja dallojmë që i referohet një personi, por e njëjta pyetje mund t'i bëhet edhe disa personave. I was at the beach. Unë isha në plazh. When was he at the gym? Kur ishte ai në palestër? Po pyesim për kohën. About 3:30 yesterday. Rreth orës 3:30 dje. Ok? E shikoni edhe një herë që në dy rastet e fundit, nëse kemi fjalë pyetëse, çfarë kemi thënë? Do të vendoset fjala pyetëse, pastaj do të vi pjesa tjetër e fjalës në një pyetje normale, nëse do mungonin fjalë pyetëse. Pra, fjala pyetëse, pastaj folja B, pastaj përemër, subjekti, mund të jetë një përemër, pastaj pjesa tjetër e fjalës, deri këtu na intereson për momentin. Le të vazhdojmë pak, të shohim pak në lidhje disa emra në lidhje me places, me vendet. Ok? Fillojmë me të parën, a city, një qytet, a town. Atëherë, town, fjalë për fjalë do thotë një qytet më i vogël. Në shqip mund të përdorim edhe fjalën qytet, meqense edhe fjala qytet në shqip i referohet një qyteti, pra diçka ndërmjet fshatit dhe qytetit, pra një qytet më i vogël. A village, një fshat, a bank, një bank, a pharmacy, ok, shikojmë që disa fjalë, të cilat sidomos nëse kanë preardhje nga gjuha e lashtë greke, do të shkruhen me ph, por do të thuhen me f si flamuri pharmacy. A school, një shkollë, a movie theater, një kinema. Për kinema kemi disa fjalë në anglisht, një prej tyre është movie theater. A hospital, një spital. A store, një dyqan. Dhe a supermarket, or supermarket. Mund të themi me e në fund, mbas kës, ose mund të themi me i, të dy janë të pranueshme. Ok? Pra, supermarket, disa fjalë kuptohet, të ngjajnë me ato që përdorim edhe ne në shqip. Vazhdojmë tej. A me j, museum, një muze. A post office, një zyrë postare ose posta. A park, një park. A beach, një plazh. The ocean, oqeani. Ok? Tani pse kalojmë nga ë në dhe? Nëse ju kujtohet dhe, thamë përdorim. Tani ka disa aplikime në gjuhën angleze, do t'i marrim pak e nga pak në varësi të nivelit ku jemi. Atëherë, një prej aplikimeve është për gjëra të cilat janë unike në përgjithësi. Ok? Janë një në vetvete. Ok? Thamë edhe gjithashtu që e përdorim për diçka kur ne si folës dhe dëgjuesi jemi në dieni të asaj gjëje, edhe ky është një aplikim tjetër. Pra, oqeani, edhe pse është vërtet kemi disa oqeane, por në vetvete është diçka unike, diçka e madhe, nuk është për shembull si lumenjt ose detet që janë me qindra me mira. Te detet ndoshta me qindra, te lumenjt ndoshta me mira. Atëherë, pastaj kemi a river, një lum, a road, një rrugë, okay? Ne deri tani kemi parë edhe fjalën a street, okay? Cili është ndryshimi? Street dhe road, ne të dyja në shqip i përkthejmë si rrugë. Diferenca është se street ne zakonisht e përdorim për rrugët brenda një vendbanimi,
kurse road në përgjithësi e përdorim në rrugët jashtë, pra rrugët që lidhin një vend banim me tjetrin. Pastaj kemi a gas station, karburant. Në anglishtën britanike mund t'i referohemi edhe si a petrol station. Okay, të dyja kanë kuptimin karburant. A train station, stacion treni, dhe an airport, dhe një aeroport. Okay? Vazhdojmë mëtej. Tani, të shikojmë pak përdorimin e parafjalëve in, at, and on. Okay? Përmendim edhe një herë, parafjalët janë pak të vështira për studentët. Më falni, jo diçka e pamundur, por meqense janë goxha në anglisht edhe kanë pak vështirësi, kështu që ne do t'i përdorim pak nga pak në varësi të nivelit ku jemi dhe sa të arrijmë t'i përvetsojmë, t'i mësojmë të gjitha. Okej? Tani, do të shohim përdorimin e in, at dhe on, meqense janë ato tre që në përgjithësi përdoren disi më tepër se të tjerat. Okej? Atëherë, për shembull, ngrem pyetjen, where were you yesterday? Ku ishe ti dje? Okej? Cilat janë ato aspektet që na nevojiten në këtë nivel, kuptohet, ka plot të tjera pafund, por që ato që na nevojiten në këtë nivel, të cilat ne i përdorim me at. I was at, si at home, at work, at school, at the beach, at the gym, at the airport, at the bank, at the movie theater, at a restaurant. Okay? Të gjitha këto aspektet ne do të përdorim at. Ideja përgjithshme është që nëse një është një vend specifik, për shembull shkolla, puna, stacion autobusi, restoranti edhe kështu, kryesisht do përdorim at. Okay? Tani, në video të vazhdim, në nivelin në vazhdim do të shikojmë që disa mund të përdoren edhe me in edhe me at pa ndryshim kuptimi, por do t'i marrim pak nga pak, mos u shqetësoni. Tani, in në përgjithësi e përdorim kur jemi përgjithësi brenda një ambienti ose diçka që është goxha e madhe, sikur duket sikur ne jemi brenda atij ambientit, okay? Ndër të tjera në këtë nivel do ta përdorim për këto, për shembull, where were you yesterday? I was in bed, in the kitchen, in a car, in Chicago, in Australia, in a meeting, in the park, pra në krevat, në kuzhinë, sidomos të dhomat e shtëpisë ose ambienteve të ndryshme, në një makinë, kur flasim në një qytet ose në një shtet, in Chicago, in Australia, nëse themi në një takim, in a meeting, ose në themi edhe në një park, okay? Tani, te parku dikush mund të arsyetoj, po si ne jemi brenda parkut, okay? Ideja është e përgjithshme që parku është kaq i madh sa që në teori ne jemi në brendësi të parkut. Kjo është ideja, okay? Është e qartë që është e vërtetë që disa aspekte mund të jenë më të qarta, disa aspekte mund të jenë pak më bien aty në një fushë pak më grile, mund të themi. Por gjithsesi, mos harroni se disa kanë edhe aspekte më specifike që ne do t'i marrim edhe në varësi të nivelit, kuptohet. Atëherë vazhdojmë mëtej. Kur do të përdorim on? Where were you yesterday? I was on ku. Okay, me transportet në përgjithësi heqim rastin e makinës ose taksis. Okay? Për shembull themi I was on a bus, on a train, on a plane, on a boat, okay? Përveç makinës, makinën dhe taksin do të përdorim in, okay? Ose mund të themi që jam në rrugë. I was on the street. Isha në rrugë. Okay? Pastaj, nëse keni dëshirë të ripërsërisni këto, shumë e thjeshta, mjafton që të ktheni videon brapa dhe ta ndaloni të marrni shënimet aty ku keni nevojë. Kaq ishim edhe për këtë mësim. Ju falenderoj për vëmendje dhe shihemi në videon e radhës.